Pëse duhet falënderuar Zoti çdo ditë, sepse mirësitë nuk janë të rastësishme, janë dhuratë. Në nxitimin e përditshëm, shpesh harrojmë të ndalojmë një çast dhe të mendojmë, çfarë kam sot për të falënderuar? E vërteta është se kemi shumë më tepër se sa mendojmë. 1. Sepse zgjohesh çdo mëngjes me jetë, vetë fakti që merr frymë, që syri yt sheh dritën, është një bekim. Ka njerëz që nuk patën fatin ta shohin këtë mëngjes. 2. Sepse ke njerëz që të duan, edhe një person mjafton, qoftë një nën, mik, fëmijë apo dikush që mendon për ty, kjo dashuri është dhuratë nga Zoti. 3. Sepse ke mundësinë të ndryshosh, të përmirësosh veten. Çdo ditë është një faqe e re. Zoti nuk të gjykon për dje, por të jep fuqinë për të bërë më mirë sot. 4. Sepse edhe sprovat janë mësim dhe mëshirë, edhe kur gjërat nuk shkojnë siç dëshiron, ka një arsye më të madhe. Ndoshta po të ruhet një e keqe, ose po të forcohet shpirti. 5. Sepse falënderimi të ndryshon zemrën, kur falënderon, ti s'jeton më në mungesë, por në bollë. Sheh më shumë dritë, më shumë paqe, më shumë kuptim në gjithçka. Zoti nuk kërkon nga ti përsosmëri, por mirënjohje. Kur falënderon, ti afron shpirtin më pranë ti. Kur falënderon, edhe zemra të bëhet më e lehtë. Ndaj mos harro, çdo mëngjes është një ftesë për të thënë: faleminderit Zot për gjithçka. Për jetën, për frymën, për çdo gjë që kam, dhe për gjithçka që do të vijë. Pse duhet falënderuar Zoti çdo ditë? Sepse jeta jonë është plot bekime që s'duhen harruar. Ndoshta nuk e kemi gjithçka që dëshirojmë, por kemi më shumë se sa shumë të tjerë vetëm mund të ëndërrojnë. Ndaj falënderimi ndaj Zotit nuk është thjesht një lutje, është një mënyrë jetese. 1. Faleminderit Zot për shëndetin, për çdo rrahje zemre, për çdo frymëmarrje që vjen pa dhimbje. Ka njerëz që kalojnë ditët në spitale, që luftojnë me sëmundje, dhe ne ndoshta as nuk e kuptojmë sa me fat jemi që mund të ecim, të punojmë, të qeshim. Kur je mirë me trupin, je një hap larg çdo mundësie. 2. Faleminderit Zot për punën. Jo çdo njeri zgjohet në mëngjes me një qëllim. Jo çdo njeri ka një vend ku të kontribuojë, të mësoj, të rritet. Edhe kur puna është e vështirë, ajo është një bekim. Një mundësi për të siguruar familjen, për të ndërtuar një të ardhme, për të ruajtur dinjitetin. 3. Faleminderit për sfidat, sepse ato na mësojnë durim. Zoti nuk na jep gjithmonë atë që kërkojmë, por gjithmonë jep atë që na duhet. Çdo sprovë, çdo vështirësi, na afron më shumë me qëllimin tonë dhe na forcon zemrën. 4. Faleminderit për të sotmen, sepse ajo është një dhuratë, nuk e dim çfarë sjell e nesërmja, por dim që sot jemi këtu. Dhe kjo është mjaftueshëm për të falënderuar. Kur falënderon për shëndetin, e ruan më shumë. Kur falënderon për punën, e çmon dhe e vlerëson më shumë. Dhe kur falënderon Zotin, të gjitha gjërat e mira shumë fishohen. Faleminderit Zot për jetën, për trupin që më mban, për punën që më jep mundësi, për çdo gjë që kam. Nuk i marr për të mirëqenia, i quaj bekime.